Këtë verë, do të kemi lajme të mira për këtë shenjë të horoskopit. Lajmet e mira do të vinë në aspektin romantik, financiar, por jo vetëm. Bëhet fjalë për shenjën e peshqve. Ajo që vjen këtë verë janë situatat e punës. Më në fund, peshqit do i largohen situatave shqetësuese në punë dhe do marrin role drejtuese, do kenë ngritjen e detyrë, do i propozohen kontrata të reja, dhe do kenë mundësi të bëjnë diçka që din të bëjnë më së miri në biznes, kështu që peshqit do të bëjnë diçka që me të vërtetë e zotërojnë. Kjo do të sjellë nismë të një pune shumë produktive gjatë gjithë verës. Peshqit do të jenë ata që ndryshe nga turma do të duhet të shohin edhe pak punën, por kjo nuk do të thotë që nuk do e shijojnë. Dëshirojnë për shije do të vinë në forma të tjera. Pra, gjatë punës mund të kenë njohje romantike, gjatë zhvillimit personal që ata bëjnë mund të vinë gjëra më të favorshme, mund të fitojnë bashkëpunime të reja. Shijimi i verës për peshqit do të jetë që pas çdo gjëje që bëjnë do të vinë fryte, benefite dhe shpërblime. Nëpërmjet punës fillon dhe romanca. Mund të kenë njohje në vend të pune dhe mund të kenë bashkëpunime të reja në këtë njohje që mund të godas edhe pak nga ana romantike. Kështu që janë pak të kufizuar për të paktën peshqit po bëjnë hapa para dhe nuk janë në vend numër A.